Ndonjëherë mësimet më të mëdha të jetës vijnë nga momentet më të thjeshta. Një marmit e përullur, një mens e mbushur me gjykime dhe një djalë që ruante një sekret të aftë të ndryshonte gjithçka. Kjo është historia e Arbenit dhe Editës kur e vërteta doli në dritë në një mënyrë që askush nuk do ta kishte imagjinuar. Ora shënonte 12 kur Arbeni shtyu derën prej xhamit të mensës së kompanisë së ndërtimit Horizonti. Ambienti ishte i gjerë dhe modern, me tavolina druri të qelet dhe dritare të mëdha që linin dritën natyrale të pushtonte çdo cep. Zhurma e bisedave përzihej me tingujt e takëmeve dhe aromën e ushqimeve të ndryshme. Arbeni mbante në dorë një çantë termike të thjeshtë, të konsumuar nga koha. Këmisha e tij kishte parë ditë më të mira dhe këpucët ishin pa markë, por të pastra. Asgjë tek ai nuk tërhiqte vëmendje, dhe pikërisht kështu ai e dëshironte. Ai u ul në një tavolinë pranë dritares, larg grupeve kryesore. Kur hapi marmitën, avulli u ngrit duke zbuluar oriz të bardhë, fasule, një vezë të skuqur dhe pak sallatë. Ishte ushqim i thjeshtë, si ai që i përgatiste gjyshja e tij, Celina. Për një çast, ai mbylli sytë dhe kujtoi zërin e saj të butë në kuzhinë. Që prej disa muajsh ajo nuk jetonte më, dhe çdo marmit ishte një mënyrë për ta mbajtur gjallë kujtimin e saj. Shikoni pak këtë, zëri i mprehtë i Valbonës preu ajrin. Ajo u ngrit nga tavolina e saj, e veshur me rroba të shtrenjta dhe me një çantë luksoze në krah. Diana, pranë saj, tashmë kishte nxjerrë telefonin. Ka dikush këtu që hasi në kantinë shkolle, tha Valbona me të qeshura. Disa koka u kthyen drejt Arbenit. Ai vazhdoi të hante në heshtje. Diana filloi të filmonte. Kjo do të shpërthej në story, tha ajo me zë të lartë. Valbona i u afrua Arbenit me një buzëqeshje tallëse. Nuk të vjen turp të sjellësh këtë ushqim këtu? Era po mbush gjithë ambientin. Arbeni ngriti syt me qetësi. Është ushqim shtëpie. Nuk shoh asgjë të gabuar, u përgjigj ai. Të qeshurat u shtuan. Problemi nuk është se është shtëpie, tha Diana, por se është nga një nivel tjetër. Videoja u publikua menjëherë me emoji përbuzjeje. Brenda minutash, reagimet filluan të vërshonin. Arbeni mbylli marmitën, u ngrit me dinitet dhe u drejtua nga dalja pa kthyer kokën pas. Pranë derës, Marta, pastruesja e moshuar që punonte prej vitesh në kompani, e preku lehtë në krah. Gjyshi yt do të ishte krenar për ty, i tha ajo me zë të ulët. Arbeni u step. Askush nuk dinte asgjë për jetën e tij private. Si e di ti, pyeti i habitur. Marta buzëqeshi në mënyrë enigmatike dhe vazhdoi punën sikur të mos kishte thënë asgjë. Pas dite, videoja ishte përhapur në të gjithë kompaninë. Në zyrën e tij, Arbeni ndjente shikimet dhe pëshpëritjet. Telefoni i vibronte vazhdimisht. Në një grup të brendshëm të kompanisë, videoja ishte shpërndar me komente tallëse. Duart i dridheshin lehtë mbi tastier, por ai u përqendrua në projektet arkitekturore përpara tij. Papritur, pranvera nga burimet njerëzore i u afrua. Mund të vish në zyrën time? Pyeti me një ton tepër formal. Në zyrë, ajo foli me kujdes të tepruar. Situata ka krijuar tension. Duhet të jesh më diskret. Ndoshta të hash jashtë ose të zgjedhësh diçka më të përshtatshme për ambientin. Arbeni e pa drejt në sy. Po më thoni të mos sjell më ushqimin tim? Ajo shmangu vështrimin. Thjesht për të shmangur probleme. Në korridor, kujtimet e fëmijërisë e pushtuan. Ishte vetëm 12 vjeç kur humbi prindërit në një aksident. Gjyshja Celina e rriti me dashuri dhe sakrificë. Çdo mëngjes ajo përgatiste marmitën dhe i thoshte, dashuria vlen më shumë se çdo para. Ai u rrit me ato mësime, studioi me përkushtim dhe u diplomua me rezultate të larta. Por kur nuk e braktisi thjeshtësinë. Në fund të ditës, ndërsa të tjerët ende qeshnin me videon, Arbeni u largua i qetë. Në parking, buzëqeshi lehtë. Sikur ta dinin, murmuriti me vete. Telefoni i ra sërish. Këtë herë ai u përgjigj. E pash videon, tha zëri i gjyshit të tij, Henrik Montari. Duhet të flasim. Mbrëmja e gjeti Arbenin përpara një prone madhështore. Portat u hapën dhe ai hyri në rezidencën e gjyshit. Henrik e priti me një përqafim të fortë. Po thuaj se erdha vetë sot në atë kompani, tha me zemërim të përmbajtur. Arbeni e ndaloi me butësi. Ram dakord për një vit. Dua ta bëj në mënyrën time.
Në salonin e madh, Arbeni tregoi çdo detaj të asaj që kishte ndodhur. Henrik dëgjonte në heshtje, nofullat e shtrënguara. Nuk e din me kë kanë të bëjnë, tha më në fund. Ti je trashëgimtari im I vetëm. Por Arbeni tunte kokën. Nëse ndërhyn tani, do të thonë se arrita këtu për shkak të mbiemrit. Dua të fitoj respektin vet. Henrik e shikoi me krenari. Pse është kaq e rëndësishme për ty? Arbeni u përgjigj me qetësi, sepse gjyshja më mësoi se karakteri nuk blihet. Dua të provoj se jam ai që jam, jo thjesht nipi yt. Kujtimi I ribashkimit të tyre pas vitesh ndarjeje dhe I zbulimit se Arbeni ishte nipi I tij I humbur ende I dhimbte të dyve. Sa kohë do ta durosh këtë? Pyeti Henrik me zëmë të butë. Arbeni buzëqeshi me lodhje. Marrëveshja ishte 1 vit. Kan kaluar 10 muaj, mbeten edhe 2. Në sytë e tij kishte vendosmëri dhe qetësi. Ai e dinte se e vërteta do të dilte në dritë në kohën e duhur dhe kur të ndodhte, asnjë tallje nuk do të kishte më peshk përballë karakterit që ai kishte ndërtuar me durim dhe dinitet. Për 2 muaj. Dhe gjatë këtyre 2 muajve, ti e ke vlerësuar kompanin nga brenda, e plotësoi Henriku. Pikërisht, tha Rafaeli. Duke vëzhguar kush ka karakter, kush I trajton me respekt punonjësit e niveleve më të ulta, kush punon vërtet dhe kush vetëm bën sikur. Raporti im do të vendos shumë gjëra kur unë të marr drejtimin. Henriku u ngrit dhe shkoi te dritarja, duke parë kopshtin e errët jashtë. Dhe ato dyja, Valbona dhe Diana, çfarë do të bësh me to? Rafaeli heshti gjatë. Ende se kam vendosur, por nesër, kur të vish në mbledhje, prit. Henriku u kthye menjëherë. Çfarë mbledhjeje? Rafaeli ngriti vetullat. Nuk ke caktuar një mbledhje të jashtëzakonshme në kompani nesër? Jo. Pse? Të dy u pan në sy, të hutuar. Telefoni I Henrikut ra. Ai u përgjigj dhe Rafaeli pasi shpreha e gjyshit ndryshoi nga hutim në habi, pastaj në diçka që I ngjante një buzëqeshje të errët. E kuptoj, tha Henriku. Po, e konfirmoj pranin time. Nesër në orën 10. Ishte sektori I menaxhimit të krizave. Ata e morën videon nga lajmi në portal dhe aktivizuan protokollin e krizës. Siç përfshin akuza për ambient pune armiqësor dhe rrezik për kompaninë, thirrën mbledhje emergjente me të gjithë menaxherët. Pra, s'ishte ti s'ishte as unë, tha Rafaeli. Jo, e pohoi Henriku. Por duket sikur universi po punon në favorin tënd, djalë. Ose kundër Valbonës dhe Dianës, murmuriti Rafaeli. Henriku ju afrua dhe I vuri duart mbi supet. Nesër do të jetë dita kur të gjithë do të zbulojnë kush je në të vërtetë. Rafaeli mendoi për Selinën, për mësimet e saj, për poshtërimin dhe për mizoritë e vogla që kishte parë kundër të dobëtëve. Po, tha më në fund. Nesër ato do ta zbulojnë, por jo siç presin. Dua të them se drejtësia nuk ka pse të jetë hakmarrje, gjysh. Selina ma mësoi këtë. Por drejtësia nuk mund të jetë as dobësi. Nesër do të mësojnë një mësim që s'do ta harrojnë kurrë. Henriku e pa teksa largohej me krenari dhe shqetësim. Ai djalë kishte zemër të butë dhe vullnet të hekur. Kur dritat e makinës së Rafaelit u zhdukën, Henriku bëri një thirrje. Dua një dosje të plot për Valbona Sojen dhe Diana Kostën. Gjithçka para orës 8. Pastaj pa foton e djalit të tij të ndjer. Nesër ai do ta provojë veten para botës. Në anën tjetër të qytetit, Valbona arrinte në apartamentin luksos duke parë lajmin që përhapej. Mesazhe të pafundme, disa mbështetje, shumë kritika. Gjithçka kishte dalë jashtë kontrollit. Diana e telefonoi sërish. Epe emailin? Mbledhje emergjente me presidentin. E pash, por nuk di çfarë të bëjmë, tha Valbona pa siguri. Ajo pa veten në pasqyrë dhe për herë të parë dyshoi kush ishte. Mëngjesi erdhi me tension në horizonti. Parkingu ishte plot. Lajmi ishte përhapur, media e diskutonte dhe videoja ishte shpërndar mira herë. Hashtagët kundër bullizmit ishin kudo. Rafaeli mbërriti në orën 8 me marmitën në dorë. Vështrimet ishin ndryshe, jo tallje por turp. Një asistente I tha se ajo që ndodhi ishte e padrejtë. Ai falenderoi me qetësi. Në katin e tretë, Luka e pyeti si po e përballonte. Je shumë I qetë, tha ai. Rafaeli buzëqeshi lehtë. Ndonjëherë stuhit çojnë te dielli.
Interkomi thiri të gjithë menaxherët në sallën kryesore. Tensioni u rrit. Valbona dhe Diana ecnin me sy të lodhur, njerëzit nuk po e besonin shpjegimin e tyre. Diana sugjeroi të ndryshonin narrativën, por Valbona hezitoi. Në korridor u përballën me Rafaelin. Ai I pa me qetësi të frikshme dhe kaloi pa fjalë. Valbona përshpëriti se ai dinte diçka. Ndërkohë, Henriku mbërriti me avokatët. Salla e madhe ishte plot. Në orën 10 ai hyri dhe heshtja ra. Ai foli për karakterin dhe për videon që turpëronte kompaninë. Videoja u shfaq me zë të qartë. Turpi ishte I dukshëm. Valbona dhe Diana kërkuan falje duke e quajtur shaka. Henriku I pa gjatë dhe tha se do ta kishin mundësinë, por jo siç prisnin. Pastaj tha se askush nuk e dinte kush ishte në të vërtet njeriu që po shtëruan. Thiri Rafaelin. Ai hyri me qëndrim të drejtë. Ngjashmëria me Henrikun ishte e dukshme. Ky është nipi im, trashëgimtari im, presidenti I ardhshëm, tha Henriku. Salla u trondi. Por ka më shumë, shtoi ai. Ju po shtëruat njeriun që po vlerësonte secilin prej jush. Rafaeli mori fjalën. Isha 17 vjeç kur pash një burr të sulmuar në rrugë. Mund të largohesha, por nuk munda. Selina më mësoi të mos kthej shpinën ndaj padrejtësisë. Atë natë ndërhyra dhe pa e ditur, shpëtova njeriun që sot qëndron pranë meje. Ai ishte Henriku. Nga ajo ditë filloi gjithçka. Dhe sot, e vërteta po ndryshon përfundimisht mënyrën se si e shihni këtë kompani. Ajo që është e drejtë. Henriku mbylli syt për një çast duke rikujtuar atë ditë. Atëherë unë bërtita, tha Rafaeli. Bërtita fort për të tërhequr vëmendjen dhe vrapova drejt tyre. Nuk kisha asgjë për të mbrojtur, vetëm bindjen se nuk do ta lija atë burr të lëndohej. Njëri nga agresorët ju afrua dhe e goditi disa herë. Rafaeli mori disa grushte dhe një prerje në krah, por shurma tërhoqi kalimtar dhe sulmuesit u larguan me nxitim. Salla ishte e heshtur, e mbërthyer nga çdo fjalë. Kur e ndihmova të ngrihej, vazhdoi Rafaeli, ai u përpoq të më jepte para, shumë para. I refuzova. Jo sepse nuk kisha nevojë, sepse kisha shumë, por sepse gjyshja Selina nuk më mësoi të bëj të drejtën për shpërblim. Henriku hapi syt, të mbushur me lodh. E pyeta nëse ishte mirë dhe u largova, duke menduar se nuk do ta shija më kurrë. Rafaeli u kthye pranë tij. Por ai burr ishte Henriku Montari. Ai kaloi vite duke më kërkuar. Henriku mori fjalën me zë të dridhur nga emocioni. Punësova hetues privat. Kontrollova çdo kamerë sigurie. Duhej ta gjeja djalin që rrezikoi jetën për një të panjohur. Ai I pa nga Rafaeli me krenari. Kur më në fund e gjeta, zbulova se ai ishte nipi im, djali I djalit tim me të cilin humba kontaktin nga krenaria dhe kokfortësia. Disa në sallë kishin lot në sy. Rafaeli nuk e dinte që unë ekzistoja, vazhdoi Henriku. Ai u rrit nga gjyshja e tij, një grua e jashtëzakonshme që I mësoi karakter me shumë pak. Rafaeli mori frym thellë. Kur gjyshi më gjeti, më ofroi gjithçka, pozicion, para, pushtet. Por unë refuzova. Një murmurim habie kaloi në sallë. Refuzova sepse Selina sapo kishte ndëruar jetë dhe fjalët e saj të fundit ishin, vazhdo të jesh I mirë. Nëse do të pranoja gjithçka pa provuar vlerën time, do ta tradhtoja mësimin e saj. Henriku I vendosi dorën në supë, bëm një marrëveshje. Rafaeli do të punonte një vit si punonjes I zakonshëm, duke vëzhguar kulturën e kompanisë. Atmosfera ndryshoi. Për 10 muaj, tha Rafaeli me zë të prerë, pash kush ndihmonte kolegët, kush respektonte pastruesit, kush qëndronte vonë për të ndihmuar të tjerët. Ai I pa nga Luka, dhe pash kush kishte guxim të mbronte dik kur ishte e papëlqyer. Pastaj shikoi Valbonën dhe Dianën. Por pash edhe mizori të maskuar si humor. Pash përbuzje për zgjedhje personale. Dhe dje pash 2 njerëz që e kthyen drekën time në nder të Selinës në tallje. Zëri I tij u forcua. Më bëtë të ndihesha I vogël. Por dinjiteti nuk vjen nga jashtë, vjen nga brenda. Ai mori frym thellë. Hakmarrja është e lehtë. Të zgjedhësh të jesh më I mirë është e vështirë. Vendimi im është ky, ju do të qëndroni. Salla u trondi. Për 6 muaj do të punoni në programin social që do të krijojmë.
Do të zgjoheni në 5 të mëngjesit, do të përgatisni dhe shpërndani 200 marmita çdo ditë për punëtor me të ardhura të ulta. Do të dëgjoni historitë e tyre dhe do të mësoni respekt. Ai u përkul pak përpara. Nëse tregoni ndryshim të vërtet, do të keni një shans të dytë. Nëse jo, do të largoheni pa rekomandim. Valbona Qau. Pse po e bën këtë? Unë të shkatërova. Rafaeli e pa me dëmshuri. Sepse dikush më mësoi se të gjithë meritojnë një mundësi për t'u bërë më të mirë. Pastaj ju drejtua sallës. Kjo kompani do të ndryshojë. Henriku shpalli fundin e mbledhjes, por Valbona dhe Diana qëndruan. Rafaeli ul përballë tyre në të njëjtin nivel. Merrni frym, tha but. Diana fshiu lotët. Nuk e kuptoj pse je i sjellshëm. Rafaeli u mbështet. Ndjeva shumë zemërim. Por zemërimi është i lehtë. Zgjedhja për të bërë ndryshe është sfida. Henriku foli me sinqeritet. Unë dikur isha i verbër nga ambicia dhe humba familjen time. Mos e humbni këtë shans. Marta u afrua me dosje. Programi fillon nesër në 5. Do të përgatisni 200 marmita për njerëz që punojnë fort për të mbajtur familjet. Valbona mbuloi fytyrën. Si u bëra kështu? Diana shtoi me zë të thyrë se kishin harruar të ishin njerëz. 6 muaj, tha Rafaeli. Mësoni, rrituni ose largohuni. Valbona ngriti kokën. E pranoj. Diana pohoi. Marta buzëqeshi lehtë. Nesër në 5 do të jem atje. Rafaeli u ngrit. Një gjë e fundit, tha ai me qetësi. Respekti fillon nga mënyra si shohim njeriu përballë nesh. Ky vendim për t'ju dhënë një shans të dytë nuk ishte vetëm bujaria ime, tha Rafaeli me qetësi. Ato e pan të hutuar. Ishte edhe sepse gjyshja ime Selina më thoshte gjithmonë, Rafael, kur të kesh fuqinë të shkatërosh dikë dhe zgjedh të ndërtosh në vend që ta rrëzosh, atëherë do të kuptosh se fuqia e vërtet nuk qëndron te rrëzimi, por te ngritja. Ai heshti për një çast që fjalët të depërtonin thellë. Ju nuk jeni këtu për mëshirë. Jeni këtu sepse unë besoj se çdo njeri ka potencial të bëhet më i mirë. Por këtë duhet ta provoni vetë. Valbona dhe Diana dolën nga salla në heshtje. Kur dera u mbyll, Henriku mori frym thellë. Je i sigurt për këtë? Rafaeli u afrua te dritarja. Po, nëse do t'i shkatëroja, do të bëhesha si ato. Selina nuk më rriti kështu. Marta ju afrua dhe i vuri dorën në supë, gjyshja jote do të ishte krenare. Rafaeli buzëqeshi me trishtim. Do të doja të ishte këtu. Ajo po të sheh, tha Marta me bindje. Henriku ju bashkua. Çfarë ndodh pas këtyre 6 muajve? Do të vazhdoj si asistent edhe 2 muaj, do të përfundoj raportin dhe pastaj do të marr drejtimin, u përgjigj Rafaeli. Jo si dikush që trashëgon pushtet, por si dikush që fiton respekt. Marta u ndal te dera. Shumë njerëz harrojnë se para se të jemi drejtues apo punonjes, jemi njerëz, dhe njerëzit kanë nevojë për dëmshuri. Ajo doli, duke lënë gjyshin dhe nipin vetëm. Henriku u bëi sinqert. Humba shumë kohë duke ndërtuar gjëra dhe duke harruar njerëzit. Nëse do të isha gjysma e burrit që jeti kur babaju yt ishte gjallë. Rafaeli e përqafoi fort. Të kaluarën nuk e ndryshojmë, por të ardhmen po. Henriku fshiu lotët. Selina të shpëtoi ty dhe ti më shpëtove mua. Qëndruan ashtu për një kohë të gjatë, të bashkuar nga gjaku dhe dashuria e rizbuluar. 6 muaj më vonë, para agimit, Valbona parkoi makinën para kuzhinës komunitare në zonën lindore. Nuk vishte më rroba luksoze. Grimi i rënd ishte zëvendësuar nga një fytyrë e natyrshme dhe syt I shkëlqenin me qëllim. Brenda, Diana po ndihmonte zonjën Konçe të priste perime. Të dyja qeshnin me një sinqeritet që dikur nuk ekzistonte. Sot do të përgatisim 500 marmita, tha zonja Konçe me entuziazëm. Atëherë le të fillojmë, u përgjigj Valbona. Kur zoti Antoni mbërriti me bukët që kishte pjekur vetë, ato vrapuan për ta ndihmuar. 6 muaj më parë do ta kishin injoruar. Tani ai ishte mësuesi I tyre për dinjitet dhe qëndrueshmëri. Pas përgatitjes së fundit, Valbona pa nga Diana. E kujton kush ishim? Diana pohoi me sy të përlotur. Falenderoj çdo ditë që patëm një shans të ndryshonim.
Në horizonti, auditori ishte plot për një ceremoni të veçantë. Ndryshime të thella kishin transformuar kompaninë. Henriku doli në skenë. Një vit më parë, Rafaeli punoi këtu i fshehur për të vlerësuar kulturën tonë. Ai na mësoi se karakteri fitohet çdo ditë. Dyert u hapën dhe Rafaeli hyri me Lukan në njërin anë, Martën në tjetrën dhe pas tyre Valbona e Diana. Ai foli me zë të qartë. Mendova se duhej të provoja vlerën time, por mësova se vlera krijohet për të gjithë. Ai ju drejtua Valbonës dhe Dianës. 6 muaj më parë më poshtëruat. Por unë ju dhash një shans. Dhe ju treguat se njerëzit mund të ndryshojnë. Valbona mori frym thellë. U zgjova çdo ditë në 4:30 për të gatuar për njerëz që nuk i njihja. Zbulova kush isha nën maskat e mia. Diana shtoi, njohëm njerëz me pak para, por me shumë karakter. Valbona vazhdoi, kur tallëm marmitën e Rafaelit, zbuluam boshllëkun ton. Diana e pa në sy. Ai më shpëtoi kur nuk e meritoja. Henriku shpalli se Rafaeli merrte zyrtarisht postin e nënkryetarit ekzekutiv. Duartrokitjet shpërthyen. Rafaeli nxori një fotografi të vjetër. Gjyshja ime Selina më mësoi se pasuria e vërtet është të ngresh njerëzit. Zëri ju drodh. Çdo marmit që përgatis, çdo vendim që marr, e bëj për të. Më vonë, në Vareza, ai u gjunjëzua pranë varrit të Selinës. Vendosi një marmit mbi bar. I fala ato. Ato ndryshuan. Ai nxori një letër të vjetër që kishte gjetur. Në të, Selina i shkruante, vazhdo të jesh dritë. Kur të gjesh errësirë, mos e fik dritën tënde. Përdore për të ndriçuar rrugën. Rafaeli qau me zemër të hapur. Henriku u gjunjëzua pranë tij. Ajo do të ishte krenare. Një javë më vonë, në mensën e kompanisë, nuk kishte më ndarje. Drejtues e pastrues ndanin të njëjtën tavolinë. Rafaeli hyri me marmitën e tij. Valbona dhe Diana u ulën pranë tij, ashtu si Luka e Marta. Kjo është vakti më i mirë që kam ngrënë, tha Valbona. Sepse është bërë me qëllim, shtoi Diana. Rafaeli ngriti marmitën në një dolli të vogël. Për Selinën. Të gjithë e ngritën të tyren. Dhe ai kuptoi se kishte trashëguar jo vetëm një perandori, por një trashëgim i dashurie që do ta shpërndante, një marmit në të njëjtën kohë.